Të nderuar televizikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka shpallur nisjen e fazës së dytë të projektit Hospitality Albania, i cili synon rikonstruksionin e rezidencave qeveritare në Vlorë dhe Velipoj. 7 studio arkitekture ndërkombëtare do të prezantojnë idetë e tyre për transformimin e këtyre godinave në destinacione tërheqëse turistike dhe përpritjen e personaliteteve të rëndësishme. Në kuadër të projektit të investimit Hospitality Albania, po zhvillohet faza e dytë ku 7 finalistë të përzgjedhur prezantojnë projekt idetë e tyre arkitekturore për rikthimin dhe rijetësimin e rezidencave qeveritare me një qasje moderne dhe funksionale. Ky projekt synon transferimin e këtyre pasurive shtetërore në destinacione tërheqëse, jo vetëm për turizmin elitar, por edhe për rritjen e personaliteteve të rëndësishme nga vendi dhe jashti. Kryeministri Edi Rama i pranishëm gjatë prezantimit theksoi rëndësinë e këtij procesi dhe vlerësoi pjesëmarrjen e arkitektëve me prestigj ndërkombëtar në gara, i cilësoi këtë nisëm si një rrugë të re për Shqipërinë që synon të kthejë këto asete shtetërore në shërbim të interesit publik dhe ekonomik. Ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të korporatës shqiptare të investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikushme qeveritare dhe nga ana tjetër për t'i rihetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që t'i transformojë në burim të ardhurash. Gara zhvillohet për 2 projekte kryesore: rikonstruksionin e vilës qeveritare në Vlorë, e njohur si rezidenca e ish-diktatorit Enver Hoxha, dhe rikthimin e rezidencës qeveritare në zonën e Velipojës. Të dyja këto vende pritet të kthehen në pika kyçe për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Kryeministri Rama theksoi se ky model bashkëpunimi, që përfshin shtetin si palë aktive në investime, ka shembuj të suksesshëm në vende të tjera europiane. Një infrastrukturë të re faktikisht financiare për shtetin, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë, që janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve, dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin të ardhura jashtëzakonisht mbreslënse, të cilat vijnë në dispozicion të interesit publik. Ky projekt pritet të luajë një rol të rëndësishëm në rigjallërimin ekonomik dhe turistik të këtyre zonave, duke sjellë përfitime të shumta për komunitetin lokal dhe për imazhin e Shqipërisë si destinacion turistik cilësor. Komiteti i punëve të jashtme të Parlamentit Evropian miratoi një raport ku vlerësohet angazhimi i palëkundur i Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar konsensusin politik dhe mbështetjen e gjuhës publike. Megjithatë, eurodeputetët kërkojnë intensifikim të reformave, veçanërisht në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e pluralizmit mediatik. Në një seancë të zhvilluar të mërkurën, Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian miratoi me shumicë së qartë raportin për Shqipërinë, duke vlerësuar angazhimin e palëkundur të vendit për integrimin në Bashkimin Evropian. Me 55 vota pro, 11 kundër dhe 6 abstenime, eurodeputetët përshëndetën konsensusin politik të brendshëm të Shqipërisë dhe përputhshmërinë e plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë në Bashkimin Evropian. Në raport theksohet se Shqipëria synon të përmbyllë bisedimet për anëtarësim deri në vitin 2027, ndërkohë që theksohet nevoja urgjente për intensifikimin e reformave në disa fusha kyçe. Prioritetet kryesore përfshin forcimin e pavarësisë së gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimin e organizuar, si dhe garantimin e të drejtave themelore të njerëzit. Për më tepër, raporti nënvizon rëndësinë e forcimit të pluralizmit mediatik dhe transparencën për të ndërtuar besimin e publikut. Megjithatë, eurodeputetët shprehën shqetësim për polarizimin politik që vazhdon të jetë i theksuar në Shqipëri, shoqëruar me retorikë përçarëse. Ata bëjnë thirrje për një dialog politik dhe konstruktiv dhe gjithëpërfshirës që do të kontribuojë
kontribuonte në stabilitetin e vendit dhe përparimin e procesit integrues. Një tjetër çështje e rëndësishme që shqetëson komunitetin e punëve të jashtme është ndikimi i huaj keqdashës, veçanërisht nga burimet e lidhura me Kremlinin, të cilat kërcënojnë institucionet demokratike të Shqipërisë dhe përpjekjet për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Raporti bën thirrje për rritjen e qëndrueshmërisë institucionale ndaj kërcënimeve të tilla, duke përfshirë abuzimet me financim politik, manipulimet mediatike dhe sulmet kibernetike. Në raport përmenden dhe instrumenti i ri financiar i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor me një fond prej 922 milionë eurosh që do të mbështesë agjendën e reformës në Shqipëri sapo të plotësohen kushtet e përcaktuara. Hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë konsiderohet një hap kyç për forcimin e lidhjeve me Bashkimin Evropian, institucioneve shqiptare dhe shoqërisë civile. Sa i përket zgjedhjeve parlamentare të majit të 2025, raporti i Parlamentit Evropian i cilëson ato si konkurruese, por zhvilluar në një klinik të thellë polarizimi dhe me shqetësim për përdorimin e burimeve administrative në fushata. Eurodeputetët bëjnë thirrje që të gjithë partitë politike të angazhohen në reformimin e plotë të sistemit zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-dit dhe Komisionit të Venecias. Në fund, eurodeputetët vlerësojnë përparimin e bërë në reformat gjyqësore dhe hetimet kundër korrupsionit të niveleve të larta, megjithëse theksojnë se ndërhyrja politike mbetet një sfidë serioze. Ata bëjnë thirrje për vazhdimsi në përpjekjet e përforcuara për të mbrojtur pavarësinë e gjyqësorit dhe për të rritur llogaridhënien në të gjithë sistemin e drejtësisë. Nga Brukseli, Sali Berisha akuzon regjimin e Edi Ramës për shkelje të thella të drejtave dhe manipulimin e zgjedhjeve, ndërsa paralajmëroi mobilizim masiv të diasporës për të kundërshtuar rezultatin e votimeve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi nga Brukseli raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Ai e përshkroi dokumentin si një dëshmi të fortë për keq funksionimin e qeverisë Rama dhe sfidat që po kalon vendi në fushën e të drejtave dhe zgjedhjeve. Raporti që sapo u miratua në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian damkosi në mënyrë të qartë si kristali regjimin e Edi Ramës si një regjim që nuk respekton shtetin ligjor, si një regjim që shkelmon të drejtat themelore, të drejtën e informimit, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e pronës. Sipas tij, raporti zbulon qartë farzën elektorale të zhvilluar në 11 maj 2025. Denoncoj me qartësinë më të madhe farsën elektorale të vit të 11 maj 2025. Nga Brukseli, Berisha paralajmëroi se lufta për shpalljen e zgjedhjeve të pavlefshme nuk do të ndalet në Shqipëri, por do të shtrihet edhe jashtë vendit përmes protestave të diasporës. Të gjitha format e angazhimit të qytetarëve shqiptar jashtë vendi për votën e tyre, Edi Ramës do t'i ngecë në fyt vota e diasporës dhe dhunimi që u bëri zgjedhjeve. Betej shumë planche, pa diskutim dhe tek faktori ndërkombëtar. E them dhe njëherë, sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare. Ish-kryeministri Sali Berisha kërkoi nga Partitë Popullore Evropiane dërgimin e një misioni faktmbledhës në Shqipëri dhe denoncoi në takim me zyrtarët evropian mbledhjen e zgjedhjeve dhe presionin e qeverisë ndaj vëzhguesve ndërkombëtar. Në Asamblenë Politike të Partive Popullore Evropiane që po mbahet në Brukseli, ish-kryeministri Sali Berisha, i shoqëruar nga deputetët Jorita Tabaku, Dhoer Byllykbashi dhe Albana Vokshi, zhvillua një takim me përfaqësues të lartë partive si Motra dhe anëtarët Parlamentit Evropian. Një prej takimeve kryesore ishte me Richard Kolsch, antar i Parlamentit Evropian nga grupi ECR dhe pjesë e Komisionit të Punëve të Jashtme. Gjatë këtij takimi, Berisha bëri një paraqitje të situatës politike në Shqipëri duke denoncuar blerjen e zgjedhjeve të 11 majit nga qeveria dhe përqendrimin e pushtetit në duart e kryeministrit Edi Rama. Berisha theksoi gjithashtu se në Shqipëri, sipas tij, të gjithë liderët kryesor të opozitës janë arrestuar, ndjekur penalisht ose përballen me akuza politike, duke i krijuar një klimë represive dhe të paprecedent që kundërshton procesin e integrimit evropian të vendit. Sali Berisha akuzoi po ashtu kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e jashtëm Igli Hasani për përpjekje për të ndryshuar raportet paraprake të misioneve ndërkombëtare të vëzhguesve, duke ushtruar presion dhe kërcënim ndaj vëzhguesve. Kërkesa e Berishës për dërgimin e një misioni faktmbledhës në Shqipëri u prit me vëmendje në Asamblenë Politike, ndërsa pritjet janë që kjo çështje të diskutohet më gjerësisht në ditët në vijim.
Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, Ilir Ali Mehmeti, vijon sfidën ligjore për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit pas rrëzimit të ankimimit të tij nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve. Trupa e Kolegjit Zgjedhor ka marrë në shqyrtim kërkesën, ndërsa Ali Mehmeti ka parashtruar edhe mundësinë e dërgimit për kontroll në gjykatën kushtetuese. Pas refuzimit e ankimimit të doktor Ilir Ali Mehmeti në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve, kandidat të Partisë Demokratike për qarkun Tiranë i është hapur rruga për të vijuar betejën në Kolegjin Zgjedhor. Nëpërmjet shortit të hedhur, u taktua trupa që do të shqyrtojë kërkesën e Ali Mehmetit përbërë nga Entela Shedula, si relatore dhe antarët Artan Çupi, Recep Bekdeshi, Ornela Naqellari dhe Enkel Peza. Ali Mehmeti kërkoi në kas shpërjen e tabelave të rezultateve për Tiranën dhe rinumërimin e votave preferenciale, por kërkesa u rrëzua. Në ankimimin e tij drejtuar Kolegjit Zgjedhor, ai ka parashtruar gjithashtu mundësinë që nëse kërkesa e tij nuk pranohet, të dërgohet një kërkesë për kontroll incidental në gjykatën kushtetuese bazuar në nenet 124 dhe 145 të Kodit Zgjedhor dhe Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ky proces ligjor do të jetë vendimtar për fatin e rezultatit zgjedhor në qarkun Tiranë, duke theksuar rëndësinë e institucioneve gjyqësore në garantimin e transparencës dhe ligjshmërisë në procesin zgjedhor. I cime të tjera informacione, i penduari i drejtësisë Artan Tafani dëshmoi për herë të parë në gjykatën e lartë duke zbardhur detaje tronditëse mbi aktivitetin kriminal të grupit të Lajert Haxhiut. Ai rrëfiu lidhjet e tij me botën e krimit, përfshirje në trafikun e drogës dhe rolin e tij në 2 vrasje të bujshme. Tafani përshkroi momentet e ekzekutimit të biznesmenit Çayub Selimi dhe vrasjen makabre të Fridman Xhaferit. I penduari i drejtësisë Artan Tafani dëshmoi për herë të parë në gjykatën e lartë ku tregoi rrugtimin e tij kriminal dhe rolin e 17 krimeve të kryera nga banda e Lajert Haxhis. Ai u përball me pyetjet e prokurorit Behar Dibra duke zbardhur detaje të rëndësishme nga aktiviteti i grupit. Tafani filloi rrëfimin duke folur për periudhën që kaloi si emigrant në Greqi, ku u përfshi në trafikun e drogës. Kam qenë emigrant në Greqi, jam marrë me drogë atje, kisha probleme, pastaj jam kthyer në Shqipëri, kur në vitin 2015 u arrestova për vjedhje. Ai theksoi se kishte pasur një histori të vështirë që nga fëmijëria, pasi babai i tij u vra në vitin 1997 në fshatin Karbunar dhe ai u largua me nënën në Greqi. Pas disa viteve, si emigrant dhe aktivitet kriminal, ai u kthye në Shqipëri dhe u arrestua. Ai tregoi gjithashtu dhe për periudhën kur ishte përdorues droge. Në dëshminë e tij, Tafani zbardhi detaje tronditëse nga ekzekutimi i biznesmenit Çayub Selimi në Tepelen në vitin 2021. Ai e përshkroi ngjarjen me hollësi, kisha mas Covidi, një kapele, po më shikonte dhe pati si dyshim. U fut në hyrje të pallatit. Ai u ngjit kati i parë, i dyti dhe unë isha prapa tij. Ishte qeroz dhe unë e dija dhe rrobat që kishte veshur atë ditë të kuqe. Aty e qellova nga mbrapa 3 herë shkrepa. E qellova 1 herë në shpatull dhe 2 herë të tjera, por se di ku e kapi. Ika me vrap për nga burgu i Bënçës, rash në Caferra aty, si jashtë qytetit. Armën e kisha me vete, zastava ose berete vogël me silenciator. Ai tregoi gjithashtu se për këtë vrasje mori 25.000 euro pas një jave dhe shtoi se bashkëpunëtori i tij Ligori nuk mori pagesë. Një tjetër moment i rënd në rrëfimin e tij ishte dhe vrasja e Fridman Xhaferit, një antar i mëparshëm i bandës së Lajert Haxhiut. Tafani e përshkroi se si Xhaferi u masakrua dhe u fundos në një rezervuar vetëm një ditë pas vrasjes së Selimit. Shkuam te shtëpia e Ligor Romaçkës, u nisëm për te rezervuari i Gjangshit, na çoi Ligori si i zonës. Lajertit i pëlqeu, lulzimin e lam aty, shkuam dhe morëm një litare, një gomakine, e morëm Fridmanin në makinë, po si thajmë gjë ku do të shkonin. I tham se do paketojmë hashash, si mbërritëm, Lajerti thot Fridmanit, po qysh ishte ai muhabeti se ke thënë do flas, po s'mundorët nga burgu. Ai tha jo, qante i shkreti, lutaj. Gjuajti një herë lulzimi me kap në kokë, ai luajti kokën, pastaj Lajerti tha lulzimit vrite, i gjuajti prapa kokës, po ai lëviste akoma, merrte frym akoma. Pastaj i rama atë gomën, e lidhëm dhe e futëm në rezervuar, i lidhëm trupin dhe me gomë që ta fundoste në ujë. Pastaj e nxorrëm në sipërfaqe dhe më vonë e lidhëm me gur dhe e hodhëm brenda. Lajert Haxhiu, i konsideruar si një nga kriminalët më të rrezikshëm në vend, u ekstradua nga Greqia në korrik të vitit kaluar. Ekstradimi i tij ka hapur një fazë të re në përpjekje për të goditur krimin e organizuar në Shqipëri dhe për ta çuar para drejtësisë drejtuesit e bandave më të fuqishme.
Hetimet intensive për vrasjen e 29-vjeçarit Ermi Devja në lagjen 18 të Durrësit kanë çuar në arrestimin e 2 personave dhe shpalljen në kërkim ndërkombëtar të 3 të tjerëve, ndërsa organet e rendit po vijojnë punën për kapjen e të gjithë autorëve dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Me 20 maj të këtij viti, 29-vjeçari Ermir Devja u ekzekutua në lagjen 18 të Durrësit, një ngjarje që të rronditi qytetin bregdetar dhe vuri në lëvizje menjëherë strukturat e policisë dhe prokurorisë. Pas hetimeve intensive që vijojnë prej ditësh, policia ka arritur të identifikojë dhe ndalojë 2 persona të dyshuar si të përfshirë në ngjarjen e rëndë. Në pranga kanë rënë Erion Doni, 36 vjeç nga fshati Shkallnur, dhe Klodian Berisha, 35 vjeç nga Durrësi. Të dy akuzohen për kontrabandim të automjeteve, duke përfshirë dhe makinën e cila dyshohet se është përdorur nga autorët gjatë kryerjes së vrasjes së Dedës. Kjo makinë është pjesë e provave materiale të sekuestruara nga policia. Në kuadër të hetimeve është gjetur dhe sekuestruar dhe një tjetër automjet i kontrabanduar i cili dyshohet se do të përdorur për një ngjarje tjetër kriminale që po planifikohej. Policia ka shpallur në kërkim Giuliano Dyrmyshin, 33 vjeç, banues në Durrës, i cili është i akuzuar për sigurimin e mjeteve dhe kushteve materiale për kryerjen e vrasjes si dhe për kontraband të automjeteve. Përveç këtyre personave, 2 ditë pas ngjarjes janë shpallur në kërkim dhe 2 të tjerë, një shtetas shqiptar dhe një shtetas maroken, për akuza të ngjashme. Të 3 këta persona janë jashtë territorit të Shqipërisë, ndërsa policia po koordinon me partnerët ndërkombëtar për kapjen dhe ekstradimin e tyre. Aktualisht, rrithje e hetimeve po zgjerohet dhe autoritetet po punojnë për dokumentimin ligjor të gjitha elementeve të ngjarjes, me qëllim që të vijnë para drejtësisë të gjitha autorët e ekzekutimit dhe të bëhet e mundur drejtësia për viktimën dhe familjen e tij. Ngjarja e rëndë ka shkaktuar tronditje në komunitetin e Durrësit, ndërsa organet e rendit të sigurisë sigurojnë se do të bëjnë çdo përpjekje për të garantuar sigurinë dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 30 vite burg për Andre Boden si ekzekutori i biznesmenit Edmond Papa dhe 25 vite për bashkëpunëtorin e tij Alban Velo. Vrasja e 49 vjeçarit u krye në dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës në Tiranë dhe dyshohet të jetë kryer për motive hakmarrjeje. Në një kërkesë të depozituar pranë gjykatës së Tiranës, prokuroria ka paraqitur konkluzione përfundimtare për 2 autorët të dyshuar të vrasjes së biznesmenit Edmond Papa. Për Andrea Bode, i cili dyshohet si ekzekutori i 49 vjeçarit, prokuroria kërkon dënim me 30 vite burg për veprat penale, vrasje me paramendim dhe bashkëpunim dhe mbajtje pa leje të armëve, ndërsa për Alban Velo, i arrestuar disa ditë pas ngjarjes, kërkoi 25 vite burg për të njëjtën vepër penale. Prokurori Albert Kuliçi ka kërkuar që 2 të pandehurit të vuajnë dënimin në një burg me siguri të lartë për shkak të rrezikshmërisë që ato paraqisin për shoqërinë. Edmond Papa u ekzekutua me 16 dhjetor 2022 në rrugën Fadil Bodinaku, në zonën e Selitës në Tiranë, ku autorët qelluan në drejtim të tij 9 herë dhe u larguan me 1 herë. Biznesmeni ndroi jetë gjatë rrugës për në spital. Edmond Papa ishte i skeduar më parë dhe me precedent penal, duke përfshirë dënime për trafik droge në Greqi dhe evidentim në Britani të Madhe. Ai është pronar i një hoteli në Sarandë. Hetimet zbardhën se motivi i vrasjes ishte hakmarrja, duke shpjeguar kështu kompleksitetin e ngjarjes dhe arsyet që çuan në ekzekutimin e tij. Me kërkesë të prokurorisë së Tiranës është sekuestruar tokar në zonën e Fushprezës në kuadër të hetimeve për dyshime për përvetësim palishëm, mashtrim dhe pastrim parash. Pronari i pretenduar është përballur me akuza për blerje fiktive dhe dokumentacion kontradiktor. Prokuroria e Tiranës ka vendosur sekuestrimin e 9.000 metra katror tokë ar në zonën e Fushprezës si pjesë e hetimeve për një rast të dyshuar mashtrimi dhe pastrimi parash. Hetimet nisën pas kallëzimit të shtetasit me iniciale MD, i cili pretendon se prona e trashëguar nga gjyshiti sipas ligjit numër 7501 është përvetësuar në mënyrë të palishme nga Altin Topalli. Sipas prokurorisë, toka ka kaluar në emër të Altin Topallit pa miratimin e pjesëtarëve të tjerë të familjes, të cilët janë bashkëpronarë që prej vitit 1992. Dokumentacioni tregon se Topalli zotëronte pasurinë, por në dëshmitë e tij ka dhënë versione kontradiktore. Një herë deklaroi se toka ishte babait të tij me dokumentacion të vjetër e më pas pretendoi se e kishte bler. Gjithashtu, prokuroria nuk ka gjetur të dhëna për burimet ligjore të shumës së pretenduar prej rreth 450.000 euro për blerjen e tokës. Në vitin 2016, prona i është dhuruar një shtetasie me inicialet BV përfaqësuar nga AV, i cili në më vonë deklaroi se e kishte bler për 100.000 euro. Hetimet
vijojnë, ndërsa nga provat e mbledhura Altin Topalli dyshohet se ka përvecuar në mënyrë të palishme tokën përmes mashtrimit ndaj shtetasit me iniciale HD, duke e vënë në dyshim lishmërinë e transaksioneve dhe origjinën e parave të përfshira. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 5 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti pritet të jetë me kthjellime dhe diell gjatë paradites, ndërsa në orët e pasdites do të ketë shtim të vranësirave në zonat malore dhe kodrinore. Lokalisht nuk përjashtohet mundësia për rreshje të izoluara shiu me karakter afat shkurtër. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 28 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore të vendit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare her pas here deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët me forcë 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 27 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 25 gradë. Peshkopi 9 deri në 23 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 27 gradë. Durrës 17 deri në 24 gradë. Kavaj 14 deri në 23 gradë. Elbasan 13 deri në 26 gradë Celsius. Berat 15 deri në 26 gradë. Korç 10 deri në 21 gradë. Vlorë 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 26 gradë. Sarand 15 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 qershor 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë gjatë pjesës më të madhe të ditës. Vranësira të lehta kalimtare do të shfaqen në zona malore pasdite, por rreshje nuk parashikohen. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor, me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond. Në zonat të caktuara kodrinore mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 9 deri në 22 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 21 gradë. Skënderaj 9 deri në 20 gradë Celsius. Pej 10 deri në 22 gradë. Prishtinë 9 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 10 deri në 22 gradë. Malishev 10 deri në 21 gradë. Gjilan 9 deri në 22 gradë. Ferizaj 9 deri në 22 gradë Celsius. Kaçani 10 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 11 deri në 21 gradë. Prizren 10 deri në 22 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.